Gjeti çantën me $17.000 dhe dokumenta qytetari në Sarandë e dorëzon atë në polici. Një qytetar nga Saranda ka dhënë një shembull të ndershmërisë dhe përgjegjësisë qytetare, duke dorëzuar në polici një çantë të humbur me $17.000 dhe dokumenta personal. Sipas policisë shtetësi me iniciale TRSH, ka gjetur çantën ditën e dieshme dhe është paraqitur menjëherë në komisariatin e policisë Sarandë për ta dorëzuar. Brenda çantës ndodheshin dokumenta personal të shtetases ukrainase, LK si dhe një shumë monetare prej $17.000. Njoftimi i policisë, shembull i ndershmërisë dhe vlerave qytetare. Një gest i ndershëm qytetar ka bërë të mundur kthimin e një shume të konsiderueshme parash dhe dokumentash të humbura tek pronarja e tyre. Ditën e dieshme shtetasi RSH, duke treguar integritet dhe përgjegjësi të lartë qytetare, ka gjetur një çantë të humbur dhe është paraqitur menjëherë në komisariatin e policisë në Sarandë për ta dorëzuar ato. Brenda çantës ndodheshin dokumentat personal të shtetases ukrainase LK si dhe një shumë monetare prej $17.000 lekësh. Fal këtij veprimi shembullor dhe reagimit të menjëhershëm e profesional të shërbimeve të policisë së Sarandës, u bë i mundur identifikimi dhe kontaktimi i shtetases të cilës ju dorëzuan dokumentat dhe shuma e parave. Ky rast përbën një shembull domethënës të ndershmërisë dhe përgjegjësisë qytetare si dhe të bashkëpunimit të besueshëm mes qytetarëve dhe policisë që kontribuon në forcimin e sigurisë dhe të besimit në komunitet.